Në një seancë gjyqësore me intensitet të lartë, Dritan Xhepi, i konsideruar një nga figurat më të rrezikshme të botës së krimit të organizuar shqiptar, ka hedhur poshtë të gjitha akuzat për përdorimin e pajisjeve celulare dhe aplikacioneve të koduara brenda burgut në Ekuador. Përballë tokave të zeza dhe prokurorëve të posaçëm, Behar Dibra dhe Elida Kaçkini, Xhepi deklaroi prerë se nuk ka pasur kurrë në zotim një celular gjatë kohës së dënimit të tij në burgun e huaj. As nuk ka komunikuar përmes aplikacionit të njohur të kriptuar Sky ECC, por ky pohim nuk zgjati shumë pa u sfiduar nga vetë SPAK. Në sallën e gjyqit, gjyqtarja Elida Kaçkini paraqiti prova të reja të ardhura nga autoritetet franceze, ku sipas saj dokumentojnë komunikime të drejtpërdrejta midis Dritan Xhepit dhe Altin Hajrit, një tjetër emër i njohur për drejtsinë. Mesazhet janë të datës 2020, pikërisht kur ndodhi zhdukja dhe më pas rrëmbimi i Jan Prengës, ngjarje për cilën Xhepi po gjykohet si i përfshirë. Sipas akuzës, bisedat e zbuluara përmes Sky ECC hedhin drejtë mbi interesimin e vazhdueshëm të dy të dyshuarve për ngjarje të rëndë. Ato përmbajnë detaje të rëndësishme që lidhet me zhvillimet pas rrëmbimit, veprime të koordinuara dhe tentativa për të menaxhuar informacionin mes palëve të përfshira. Pasi dëgjoi për përmbajtjen e provave të reja, Xhepi nuk reagoi. Ai zgjodhi heshtjen, por i kërkoi gjykatës që të mundsojë një ballafaqim të drejtpërdrejtë me vëllain e Jan Prengës për ta provuar sipas tij nëse ky i fundit e njeh apo jo personalisht. Nga ana tjetër, prokurorët kërkuan që në seancën e ardhshme të realizojnë shoqërimi detyrueshëm i një tjetër pandeuri në këtë proces, Aldo Majnishta, i cili gjithashtu është në akuzë dhe pritet të japë dëshminë e tij përpara gjykatës. Gjykata e posaçme caktoi datën 7 maj për seancën e radhës, ku do të vijojë shqyrtimi i çështjes që lidhet me një nga rrëmbimet më të përfolura të viteve të fundit dhe që po hetohet në dritën e të dhënave të reja teknologjike dhe ndërkombëtare.